Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po intensifikon përpjekjet diplomatike për të arritur një armëpushim në Gaza, ndërsa burime palestinese pretendojnë se shtëpia e bardhë po i bën presion Izraelit që të ndalojë sulmet ushtarake. Sipas CNN, një postimi Trump në platformën Truth Social, le të kuptohej se SBA po jep përparësi diplomacisë, jo vetëm në raport me Iranin, por edhe për konfliktin në Gaza. Presidenti amerikan ka rinisur përpjekjet për të çuar përpara negociatat për armëpushim, duke kërkuar që Izraeli të ndalojë ofensivën. Megjithatë, sulmet në Gaza kanë vijuar. Ndërkohë, një zyrtar i lartë i Hamasit deklaroi për CNN se grupi mbetet i gatshëm të pranojë qarmatimin, por vetëm nëse arrihet një armëpushim dhe plotësohen kushtet e tjera. Orët në vijim do të jenë një provë serioziteti, jo vetëm me qëllimeve, tha ai. Një tjetër zyrtar pretendon se shtëpia e bardhë ka bërë lëvizje të dukshme gjatë orëve të fundit për të avancuar marrëveshjen e armëpushimit. Ndërkohë, Mohamed Dahlan, zyrtari i Autoritetit Palestines në Gaza, shkroi në Facebook se Jared Kushner, të ëndri Donald Trump, po punon me palën izraelite për të ndalur sulmet në Gaza. Nga ana tjetër, Izraeli nuk ka sinjalizuar ndryshim të qëndrimit. Kryeministri Benjamin Netanyahu nuk ka komentuar publikisht zhvillimet e fundit. Megjithatë, Tel Avivi pretendon se kontrollon rreth 70% të rripit të Gazës, duke marrë kontroll të plotë mbi territorin.